deputetët që do të zgjidhen duhet të jenë qenie njerëzore. Pastaj deputet, sepse ju dini që në periudhën e kaluar, domethënë jo që kanë funksionuar si deputet, pa asnjë njerëz nuk kanë deputuar, nuk kanë vepruar sepse teket ndërnjerëzore, teket e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë ranë këtë punëtori. Cilat janë kërkesat tona janë ato të vitit 2021 që i pat proklamuar kryeministri i Kosovës se do t'i bajë duke u nisur nga marrëveshja kolektive, nga gjykata e punës, nga ligji mbi sigurimin dhe shëndetin, domthonë që të gjitha dhe definitivisht nuk është realizuar asnjë. Andaj çka po dëshirojmë ne që në fakt nga e kaluara nuk po na jep shumë shpresë. Dëshirojmë që në rend të parë duhet të jetë dialog i sinqert, pastaj duhet punohet për të mirën e popullatës, në veçantë për punëtorët e sektorit privat të Kosovës, të cilët me këtë inflacion që ka ndodhur faktikisht neve vetëm sa na e ka përkeqësuar gjendjen. Përderisa sot ndëgjova një ish deputete që thotë se asnjëherë nuk kemi pas parë, më shumë unë si kryetar sindikate them asnjëherë nuk kemi pasur punëtor më të varfër se sa që kemi tash. Realisht ju e dini, mendoj që keni edhe koston e kësaj ngjarje çfarë kemi. Për 4 vite kemi mbi 200.000 të punësuar, sidomos në sektorin privat të ikur, andaj domethënë nuk e di se ku mund të shkojë më keq. Gjendja është reale, normale, po them në atë aspekt sepse ne vetëm sa po mund të mbijetojmë, për ndryshe gjendja është jashtëzakonisht tepër e rëndë, edhe sot nëse ndalet jemi në gjendje jashtëzakonisht po themi shqetësuese. Por me këto politika që janë duke i bërë, po flas si tonësi, si qeveri, si pushtet, si Parlamenti i Kosovës, realisht domethënë nuk shoh diçka në përmirësim, sepse tani më deputetët janë mësuar me atë mendjen e çoroditur që këta nuk japin llogari dhe nuk punojnë për ata që i zgjedhin, por punojnë për qëndrime ose për përfitimet tyre personale. Neve jashtëzakonisht nëse dikush është dëmtuar më shumë të jemi dëmtuar ne punëtorët, sepse po themi ajo klasa e përfituesve ose mund të themi njerëzit e pasur, domthonë fare nuk i ka prek kjo çështje. Më shumë i ka prek punëtorët që edhe sot i kemi punëtorë që nuk po zbatohet vendimi i pagës minimale, domthonë që është 350 euro, sot po marrën pagë 290 euro, që do të thotë gjithë faktura komplet gjuhet tek ne. Kemi punëtorë të sektorit privat që paguhen nga buxheti i shtetit, gjithsesi kompanitë publiko-private, që me 3-4 ditë nuk kanë marrë paga, domthonë shkaku i po themi kokëforcisë së njerëzve që kemi brenda sistemit të udhëheqës të shtetit. Po, kërkesa kryesore e jonja është rritja e vlerës së koeficientit për 50%. Për arsye se ne besojmë fuqishëm që sektori shërbimit civil meritojnë një pagë të dinjitetshme. Pastaj është të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit të pagave dhe ligjit të zyrtarëve publik, për arsye se ato të dy ligje, ligji i pagave kërkohet sipas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, që fatkeqësisht ende nuk është bërë pse pothuajse kaloi një vit. Por edhe ligji mbi zyrtar publik, pasi që ligji si i tillë, çfarë është aktualisht, i dëmton zyrtar publik, kërkojmë urgjentisht të bëhet konstruimi i Këshillit Ekonomiko-Social, në nënshkrimi i marrëveshjes së përgjithshme kolektive, fillimi me implementimin e ligjit për sigurim shëndetësor. Kërkesë tjetër është që të hartohet një ligj që ka të bëjë me sigurimet shoqërore, për arsye sepse thjesht kemi raste kur shumë vdesin në vendet punës ose nga smundjet profesionale dhe kërkush nuk kujdeset, mbesin mëshirë të familjet e tyre. Pastaj ne kërkojmë që urgjentisht të mendohet dhe të fillohet në hartimin e ligjit të pensioneve për kategoritë e punësuara pas luftës. Ne sot nuk kemi ligj i cili garanton të punësuarit pas vitit 99 për që kur dalin pension ta kenë një pension të dinjitetshëm, thjesht ata do të varen vetëm nga truse dhe nga pensioni i pleqërisë, që është e papranueshme. Dhe kërkesa, këto janë si kërkesa bazë, po ne besoj që do të kemi edhe takime, do të drejtohemi edhe zyrtarisht
me shkrim secilit veç e veç, që t'ja prezantojmë edhe sfidat, por edhe kërkesat. Por ne insistojmë që paraprakisht vlera koeficientit mos jetë më e vogël se 50% e vlerës aktuale.